maratona e alergjisë, saj që në një moment kur shkoj për një vizitë tek mjekja, se unë përpiqej që të merrja gjërat me lehtësi në mënyrë që të mos ta dramatizoja situatën. Mjekja na tha në një takim që patëm, ju nuk jeni dhe aq prindër të përgjegjshëm, sepse në rastin tuaj ju duhet të shëtisni me pompë me vete. Edhe kjo fjala me pompë me vete, sepse djali në çdo moment mund të ketë një atak alergjie, për mua ishte shumë e rëndë. E para sepse na i tha në sy se sa të papërgjegjshëm ishim, ne ishim në një park atë ditë, edhe ai si fëmijë i vogël u mbështet pas stolave, por në Stamboll ka shumë mace, shumë fare kudo, dhe ai ka alergji nga macet. U mbështet në stola edhe filloi të kollitej shumë, edhe të kishte probleme me frymarrjen. Ndoshta reagimi i saj ishte për të na shkundur, u shkunda, por në një formë tjetër. Nga ajo çast e mbrapa, fillova të meditoja. Kisha medituar dhe më herët për gjëra të tjera, por këtë herë për shëndetin e djalit tim.